Dhe jemi kthy te pjesa e Lenës, nutricionistja jon, Albulena Shabani Lazi, ka përgatitur sot diçka që është tradicionale. Thash se do t'ja loj me emrin familja e Deçanit. Po jo, simitja nuk është veç e Deçanit, është e krejt shqiptarëve. A veç e Dugaxhinit është ta? Po tradicionale... Krejti mur të Lenjo, Lena me sa neve, se nuk bën qështu. Tradita, po mëndaj, so e di jo, ne? Tharmi është përgatit edhe prej gjysheve tona, begyrave Dugaxhinit, shto që... Ilus krejt ata që përna ndjekin, me më tregu në komente, a është simitja veç e Dugaxhinit a dhe rajoneve t'juja? Se m'ja vlam, unë menoj që është e krejt Kosovë, kështë shqiptarët e bojnë simitën. Në qëtë formë, realisht, se di nëse bojnë letë të tregojnë, ama kështë që unë kryesisht e di për Dugaxhin. Se kemi ekskluzivitetin për këto farën e saj. Realisht nuk shpëndohet, veç tradit mas tradite e kanë shpëndohet vjera të nuset, po vetëm të njona për nuseve. Pse? Po qështu kanë tradit, se kjo dënë filozofi për më përgatit, dënë disponim, kjo energji e disponimit bukës me zemër, që sot dhe kompru në këto, është për cilë të krejt stafit, se sot jemi me një energji shumë mirë. Sot Bajram, moj Lenë. Po, të eksprata, po energjia ka rëndësi. Jo, sinqerisht, është nashta met, është kështu si tradit, që për cilët vetëm të dikosh, po kështu që nana jam qatë shumë o lidhë me Sarandën, me familja jonë, e ka bo zemrën guri, kështu që me shpëndo recetën, edhe me nga bo vetë vedon për procedurën. Realisht tharmin, për hirtë pare, e kom su edhe në për mes videos nanës, e kom po disa herë, po fix, e kom po disa herë, po sosh që e kom orë gudzimin me bo vetë, kështu që këtë herë e kom su edhe vetë. Kjo është ekskluzivisht për Sarandën. Realisht kjo buhet me pasol. Shpjegona pak procedurën për shikus tonë. Pasuli përvlohet disa herë për me largu ato elemente që shkaktojnë fryrje. Mundet më buhet edhe me drithra tjerë, si pas dëshires, po kryesisht buhet me pasol, më mishtu elb, më mishtu grur, e rrisim sa ma shumë vlera. Po nëse shtojmë elbin, edhe grujnë kemi sasimat madhe të glutenin. Shtu që në këtë rast, unë sot që du shumë glutenin, edhe kom eliminu. Nuk e kom lanë nana me qitë këto. E mbulojmë, masi që e kemi përvlu mirë pasulin edhe e kemi zi, e mbulojmë tu për 24 orë. Edhe fitohet kjo mos. Në këtë rast, me ujë të vakt, jo shumë të nxehtë, ujë temperaturë dhome, e shpërlajmë këtë pjesën e mbetjes që është kriju mosës, që në këtë rast vrejet që është bu fermentimi, i fasulles me millin e misret, mu i mishtu edhe misër, çfarë do lloj drithi, vetëm i rrisim vlerat ma shumë, edhe fytohet kjo mos, që nuk duhet me qenë shumë e trash, që shposhiet edhe mbeta. E që kjo është mosa që s'ndohet me gjithkana? Që kjo fara? Që kjo është fara që nuk e ka ndohë, realisht procedura, se normal që kjo dënë... Tash është procedura e bukës. Tash e qesim një sasit millit, si pas dëshirës, po du të mu bu në qëtë forme treti mirë, që mu bu masa ta man homogena ashtu, edhe kjo mas, më thonë kjo formë që është buhet lehet, mu bu edhe një fermentim tjetër, që njejt edhe kjo zgjatë derin prej 4 ndodhë derin 12 orë, nëse veç na duhet pak ma shpejt me bu, dhe sa të buhet kjo forma e shkumës. Nëse na duhet ma shpejt, që në këtë rast na kena bu pak ma shpejt, krejt kohën duhet me shtu një lloj tenxhere ose diçka me ujë të valë për fundin kësaj enës, në mënyrë që me shpejtu procedurën. Realisht don temperaturë, po jo temperaturë për me prish fermentimin. Më thonë, ujë, avull, dënë, kryesisht kështu. Tash, veç që kemi vrejt që u bu fermentimi, tash i shtojmë sasit millit, e përgaditim ta më mbrumin për me bu bukën. Si formë, duket si një bukë shpije që e përgaditim... Normale. Në fillim i kemi shtu krip edhe sheqer për fermentim. Që kanë duhet me sheqerin, më thonë e lymë këto pepsi, nëse unë për shama ku bu me letër. Edhe prap e lëm me qëndru basi që kemi e lym me vezë edhe me sheqer, me të kuq të vezë preferohet, edhe me sheqer. Kitë pjesën që pja bën këtë mes, është që kur ta vrejmë që ngrit lartë edhe bu njejt edhe mesi me komplet bukën, e dim që veç o arritu orë, në farformë është fermentu edhe tepsin ku ka mu pi. E lym me vezë edhe me sheqer, për arsye që mu bu kjo
ngjyra e karamelizume, e që ka ndodhë me sheqerin këtë rast, se mundet me thonë dikush pse sheqer edhe pse miell të bardhë. Dhe pse Lena sheqer. Pse Lena sheqer edhe miell të bardhë. Bëjmë përjashtime për ditë tradicionale. Jo, hiç është përjashtim. As është përjashtim? Jo, kjo është ideale. Sheqeri, më thonë bakteriet, për mu fermentu, e hajnë sheqerin, e shfrytëzojnë sheqerin, për me prodhu energjia është e shkuma që bëhet, që fermentohet. Do më thonë nuk mbetet sheqer. Shpa është të rëndësishme që këto, edhe pse milli është i bardhë, sasia e glutenit është mos tepër të vogël, që ata që kanë intolerancë gluten mund me përdor buken, simite, po ata që kanë celiaki, më thanë probleme pak më të mëdha se përket glutenit nuk preferohet sepse ka mbetje të glutenit, për arsye se në këtë rast gluteni shpërbëhet. Më thanë për shkak fermentimit shumë të madh që bëhet, këtë rast shpërbëhet gluteni. Më thanë është një bukë ideale që kishte qenë normal kur e mendon traditat tona për Bajram, është përdor me tom lorez. Me tom lorez. Po. Edhe tom lorezi jo me sheqer, që është e përdorin zona krep, po zona duka gjinit me krep. Më thënë që... Po të bjena manë. Pepsia, Një bukë me zemër, me të vërtetë ka dalë një zemër Lenës në buka. Nuk e dia po dallohet, se përzej edhe në bukën si Lena Tepsin. Për e bre. O Lenë një pyetje shumë për kurreshtje, po e lam kështu. A është e vërtetë që gjatë kohës kur përgatitet simitja, sepse procedurë disa ditore, duhet e zonja që e përgatit me qenë nivel disponimit më të lartë. Pak me ka nervoz, buka simite nuk del ashtu siç duhet. Më tregu drejt, unë e doshta me përgatit vetë, prej fillimit të me bo video si krejt recetat, që që nana më thanë këto ditë, tha je konë shumë ngarkume, mundush me kam pa disponim, kështu që ma mirë ta bëjone se ku me di që shko me dollë. Kështu që në këtë rast e kemi bot të dyjat. Nana ma ka dërgu vedën, edhe unë e kom pregadit bukën, po qa që më boni për shtypje dhe më ndrej energjin, ajo për bukën, unë e ndrova energjin, edhe e kom trajtu me shumë kujdes, në gjdo hap qysh nana më ka këshilu, edhe jo marë shumë me to, edhe rastisht buka më dul me zemër, që në kupton që energjia o kone mirë edhe e kom bu me zemër. Nuk e di është met edhe u thonë që ashtu, po besoj që mendoj, logikisht kur e mendoj, që çdo sen që i kushtojmë vëmendje, çdo sen është energji. Edhe na jemi në energji, edhe ushqimi që pregadisim funksionon me energji, besa edhe ushqimi që e hajmë funksionon me energji, se ti mundesh me hongër ushqimet më të mira të mundshme, edhe zgjedhjet më të mira të mundshme mbu, po nëse ki energji negative, ajo nuk ka me të ndiku njëjtë si kur një personi që ka energji, dhe më thënë, ma të mirë, disponim ma të mirë. Kështu që, logikisht, kur e mendojnë, shumë mirë e kanë mendu, se i ka njep në gjyrë tjetër edhe festave, dhe më thënë, i ka njep drejtim edhe energji që mu gëzu edhe me festu. Ta marë si që është edhe festa e Bajramit, një festë që ka pache, që ka shumë dashni brenda vetës, që ka shumë bashkim dhe saktë si buka simite. Një bukë që për gjitha ta që se din, është një bukë tradicionalisht që gatuhet, sidomos në festat e Bajramit. Kam dëgju me raste që në përfura e shesin me kulaqa të vogël, nuk e di sa që ndran. Megjithatë, është shumë e çuditshme dhe interesante që edhe kaq shumë vite pas sa bëhet kjo bukë, ende ruhet me xhelozi fara e kësaj buke. Për herë të parë, publikisht, Lena pendon me shikus një farë që gratë mes vetës se ka nda. Jenë prish kunata dhe se ka nda recetë. E vërtet. A është e vërtet? Se i ka dalë zone asaj që ka bu bukër e mirë. Shumë interesante. Realisht, kur e menon në aspektin shëndetësor, përveç tradita, se gjdo tradit ka një arsye. Kur e menon në aspektin shëndetësor, kjo kish me qenë ideale pas një muja gjerem 30 ditor, kish me qenë ideale me përdorë sidomos me nxez, po edhe nëse përdorim si bukë, më thonë me përdorë edhe gjatë ditës për shkak se përmban proteina, përmban fibra, përmban karbohidrate komplekse, ka tharmin natyral, që në këtë rast nuk shkakton edhe fryrje. Më thonë kjo është përparësia më e madhe. Tash për ata që veç e morën recetën, një lus me rujt, edhe këtë tharm mundi me rujt një sasi të tharmit me një tegun frigorifer, me nxjerr, edhe me bu vetëm me ujë të nxehtë edhe miell, me fermentu me bu një bukë normale. Më thonë, këtë tharm më shfrytzu për me bu një bukë tjetër.
mundësisht integrale. Kështu që nuk është të thënë me bustimet, më thënë se kjo është pak ma e komplikume, dëmë pak ma shumë, më thënë 24 orë, totalisht të bënë gati 48 orë deri sa u pjekë, se du të më pjekë temperaturë ka dalë, të është njëjtë si kur baklova, trajtimin e ka që du të më pjekë një temperaturë pak ma të nga dalë, që më zi ta më në mirë dhe më bo pjekja që është duhet. Kështu që kish me qenë ideale me përdor për mëngjesin e bajramit, pasi që kemi pas gjithat ngarkes, më thënë, pasi që kemi për bajram gjithmonë ngarkesën në organizmin, edhe para se të ndohemi gjithçysh duhet me të vetë se çka ju rekomandon, është ora gati 6 e pas ditës, edhe njerëz deri tash jo deri këtu po çto ju ka ardhur baklava dhe buka dhe ushqime dhe çdo gjë e përgatitur, çka ju rekomandon diçka për detoks të organizmit sepse goxha e bomb të theme lukthit e organizmit. Për ata që i kanë në shtëpi, se dim që është bajram është pa mund të më dalë me mbledh, ideale kish më qenë një çaj që kish më përmbajt karamfel, kanell ose finok, ose gjethe dafine, në më thënë se krejt ndikujnë në tretje, një qaj, si lloj detoksi, ose ujë që kishim e përgatit në këtë formë, që ka edhe elektrolit, po edhe ndikon tretje. Për shembull çaji finokut, ose finok me shfrytzuar sallat. Po për ata që nuk i kanë këto produkte, se tash është bajram edhe nuk kanë mundësi edhe me dalë me ble, pa marrë parasysh këshillat tona, atëherë bën ujë me sodë bukës, po realisht vlen me theksu që nuk bën mas madhe. Për arsye se mundet me prish pH-n e lukthit, që për shembull përdoret në mas të madhe të ujë me sodë bukës nuk është e preferueshme. Më thënë një rast të tillë që normal që ki nevoj pak më neutralizu aciditetin luks për shkak të sasisë e madhe të ëmbëlsirave që kemi përdor gjatë ditës ose ngarkesa e luksit që është përdor me ushqim, që ndru cikli realisht i ushqimit prej Ramazanit që ka qenë natën, tash veç kemi fillu ditën, është në ndryshim shumë i madh për organizmin, njëjtë sikur ditët e para të Ramazanit, kishte qenë mirë me pas kujdes, më thonë, paktën në ushqim, ato ëmbëlsira ti kemi edhe ditën tjetër. Sot Lena me hëngër, me pi kafe, me pi çaj. Po, jo, sot pjavlo, te bëj bajram sot. Bajram sot, Lena, është bajram sot, mos na prish. Edhe tyni me për hajrë bajrami, se ke agjerim të pranuar, edhe faleminderit shumë që gjatë gjithë Ramazanit e ke majt energjin pozitive, edhe energjin këmbëngulse për me na mësu me ushqy shëndetshëm edhe gjatë agjerimit në syfyr dhe iftar me këtë ide tua, kështu që e vlerësojmë unë dhe shikus tanë. Faleminderit shumë edhe për mundësinë, edhe për ata që më kanë dëgjuar dhe i kanë marrë këshillat, edhe më kanë kontaktu, me të vërtetë më kanë përmbush edhe më kanë kënaqur shumë këtë periudhë. Kemi një punë pak më të madhe tash mas bajramit, po na jemi këtu dhe jemi të gatshme gjithmonë. Urime bajramin për të gjithë besimtarët muslimanë dhe agjerim pranueshëm për të gjithë ata që kanë sakrifikuar dhe kanë agjeruar. Mos u çudit që sot ta bojmë blog krejt, sepse ka qef me qitë story e baklava. Nëse s'she kur gja prej meje, nuk i bjen që s'kom postu, po të kom bloku. Jo, sot nuk t'kom vetë, as ty, as s'kan. Kom shiju ushqimet e nanës, ushqimet e vjerës, ushqimet tua dhe shumë knatësi, me pas mundësi që bashkë me këtë familjarët, mas një muaj agjerim me festu, me konsumu ushqimet tona ma dashuna, ma tradicionale, e që na bashkojnë familjen, që është energjia ma e mire mëshme që sjell vetëm festa e bajramit. Len, faleminderit shumë për bukën simite, se janë të prit kështu, të gashëm, do me thonë kamermanat, se cili me radhë, që pjesën doma, një pjesë amon, sa se kanë marrë. Pa tjetër që do të ndojmë se cili nga pak me gjithë se jemi full sot, po faleminderit shumë për recetën që ndave dhe për të mirat e simitës që nga tregove, se nuk e kam ditë që është edhe e shëndetshme. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Ajuva. Dashur miq, bashkë me Lene, nutricionisten tonë, e kemi përfunduar këtu emisionin tonë. Pa tjetër që juftoj që këtë pjesë tona t'i ndishtë në kanalet tona zyrtare në YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, në webfaqen tonë, e mos harroni Lenen e gjeni në faqet e saj në Instagram dhe Facebook me Lenen. 24 orë Lena ju kthen përgjigje, e gashme çdo herë me postu foto, video, receta, veç me ju pa juve të ushqy shëndetshme. Kjo e lumturon Lenen më shumë ti. Mirëmbëjtje, urime festa edhe një herë, qofshi gjithmonë të lumtur, të bashkuar, me shëndet të plot, paqja qoftë pjesë e familjes suaj. Suksese!